Hani 2 fiqë në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Koha më e mirë për të ngrënë fiqë është në mëngjes, në mënyrë që të pastroni sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një veçori unike e frutave të ëmbla të verës. Fiqtë janë të pasur gjithashtu edhe me fruta të shkëlqyera për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë gjithashtu nivele shumë të larta të alkalinëve dhe prandaj ndihmojnë edhe në rregullimin e pH-it të trupit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiqtë janë të pasur me nivele të larta të antioksidantëve, parandalojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira, që mund të sjellin një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Kur konsumohen në mëngjes, fiqtë qetësojnë organizmin, i japin atij më shumë energji dhe ofrojnë vetëm ëmbëlsinë natyrale, lehtësisht të përthjeshme nga trupi i njeriut. Konsumi i fiqeve në mëngjes shërben gjithashtu si një rregullues dhe stabilizues i presionit të lartë të gjakut për aktivitetet e ditës në vijim. Falë përmbajtjes së lartë të ushqyesve, të tilla siç janë kalciumi dhe magnezi, fiqtë janë në gjendje të relaksojnë enët e gjakut duke siguruar atyre mineralet e duhura për balancën e elektroliteve. Shtimi i fiqeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e mirë për organizmin. Sipas studimeve të cilave u referohemi sipas Nightingale, fiqtë rekomandohen të konsumohen herët në mëngjes. Kjo edhe për shkak të fuqive të tyre që mund t'i japin organizmit tuaj gjatë gjithë ditës, falë fibrave, mineraleve dhe vitaminave që ato i përmbajnë me shumicë. Fiqtë janë një burim natyral i proteinës, gjithashtu fosforit, glukozës dhe i kalciumit. Ato përmbajnë në nivele shumë të larta të ushqyesve të rëndësishëm, të cilët janë thelbësor për shëndetin e lëkurës, kockave dhe shëndetit. Për shkak të këtij profili unik, fiqtë vlerësohen gjithashtu si një produkt fantastik për shëndetin tuaj. Ato duhet të konsumohen në vazhdimsi të dietave dhe ndikimi që do të merrni do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Fiqtë janë të pasur me antioksidant, vitaminën A, E dhe C. Antioksidantët do të eliminojnë kështu problemin e radikaleve të lira dhe do të parandalojnë edhe sëmundjet e zemrës, gjithashtu edhe gurët në veshka. Shtimi i fiqeve në vaktet tuaja ditore ushqyese do të luajë gjithashtu një rol pozitiv ushqyes për shëndetin tuaj të kockave. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi që gjenden te fiqtë i bëjnë kockat më të forta. Një fik plotëson rreth 3% të nevojës ditore për kalcium. Duke e konsumuar atë çdo ditë, mund të paktësoni rrezikun e shfaqjes së osteoporozës. Shëndeti juaj i syve do të përfitojë me konsumin e fiqeve, ndaj edhe konsumi i tyre do të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Vitamina A tek fiku përmirëson shëndetin e syve. Konsumi i të paktën 3 deri në 4 fiqë në ditë mund të ulë rrezikun e humbjes së shikimit si pasojë e moshës. Ndaj edhe vlerat kryesore ushqyese do të luajë një rol të mirë në mbrojtjen e shëndetit të syve dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen atij. Fiku cilësohet gjithashtu edhe fruti i parajsës, i cili ripërtërim forcon ruan dhe mbron shëndetin duke hequr kështu edhe problemet e rrullave. Një bimë që jep shumë ndërkohë që i nevojitet pak. Vetëm tokë e varfër dhe një pikë ujë. Është ndër frutat më të njohur për vetitë e tij shëruese dhe ushqyese. Fiku përmban nivele të larta të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë që do të mbrojë sistemin tonë nervor nga stresi. Ai gjithashtu është shumë i rëndësishëm për kockat tona të forta, imunitetin dhe shëndetin tonë të trupit. Promovon shëndetin dhe vitalitetin, lehtëson komplikacionet e ndryshme. Gjithashtu në mënyrë të konsiderueshme ngadalëson edhe procesin e plakjes. Fiqtë e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa fiqtë e freskët. Fiku është i pasur gjithashtu me nivele të mira të kalciumit, fosforit, bakrit, vitaminës B6, C dhe beta-karoten. Përmbajtja shumë e ulët e yndyrës dhe përmbajtja e lartë të fibrave mund të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj.
Pektina është një fibër e cila është e tretshme, ul kolesterolin në gjak, ndërsa triptofani ndihmon kundër problemeve të qarkullimit të gjakut, gjithashtu edhe pagjumësisë. Përqindja e lartë e ushqyesve që gjendet te fiku do të luajë një rol të mirë ushqyes për shëndetin dhe do të mbajë larg gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Fiqt e thatë janë në një burim i shkëlqyer i shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt praktik dhe i vlefshëm për atletët dhe profesionistët e sportit, ndërsa në kombinim me produktet e arrave mund të shërbejë gjithashtu si një meze e mirë ideale për organizmin dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat përmbajnë në fiqt, lidhen gjithashtu me molekulat e kolesterolit dhe zorrës, duke penguar kështu edhe absorbimin e tyre. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore mund të jetë një mburojë shumë e çmuar e shëndetit dhe të mbajë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Konsumi i fiqve në mënyrë natyrale vazhdimisht në dietën tuaj mund të ketë efekte të mundshme antiinflamatore, të ofrojë gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin, duke lehtësuar komplikacionet e tij dhe duke sjellë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë në nxitjen e një organizmi të shëndetshëm dhe të vlefshëm. Si të tillë, ata mund të konsumohen në bazat tuaja ditore në përditshmërinë e tyre, dhe vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit do ta bëjnë atë një prej zgjedhjeve më të mira efektive në betejën kundër komplikacioneve dhe përmirësimin më të mirë të organizmit tuaj. Fiku i freskët përmban deri në 80% ujë dhe 60% sheqer natyror. Kështu që dobia e konsumit të fikut është e shumëfisht, ashtu si edhe mënyra e konsumit të tij. Shija e ëmbël e fikut përshtatet në mënyrë të përkryer me shijen e kripur të tij. Gjithashtu ai është njësoj i mirë edhe mund të kombinohet sipas mënyrave tuaja të pëlqyera dhe vlerat që do të merrni nga konsumi i tij do të jenë vërtet të larmishme. Fiqt janë të pasur me sheqera natyrale, fibra të tretshme, gjithashtu edhe antioksidant të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit. Ato përmbajnë vitaminën A, vitaminën K, vitaminën E, që kontribuojnë gjithashtu në shëndet dhe në mirëqenien e shëndetit tuaj, duke mbajtur larg komplikacionet, duke nxitur një shëndet të fortë dhe duke evituar gjithashtu problemet që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Fiqtë rekomandohen si një ushqyes dhe tonifikues i stomakut, pasi veprojnë kështu si laksativ shumë të mirë për shkak të niveleve të larta të fibrave që përmbajnë. Shumica prej nesh konsumojnë më shumë sodium që gjenden në ushqimet të përpunuara. Niveli i lartë i sodiumit mund të çojë në zvogëlim të potasit dhe organizmit dhe mund të mungojë balanca midis këtyre dy mineraleve që çon gjithashtu në probleme të hipertensionit. Një dietë e pasur me fruta zarzavate, duke përfshirë këtu edhe fiqt e freskët, e rrit në mënyrë natyrale nivelin e potasiumit duke ndikuar në uljen e presionit të gjakut. Duke qenë se janë të pasur me shumë fibër, fiqt janë një ushqim i dobishëm për t'u përfshirë në dietën tuaj, sidomos për ata persona që duan të bien nga pesha e tepërt trupore. Fiqt gjithashtu përmbajnë probiotik që ndihmojnë në bakteriet e mira që ndodhen në stomak, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin e tyre. Konsumi i fiqve në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve. Fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të organizmit. Si të tillë, ato duhet të shtohen me do e mos në vaktet tuaja ushqyese. Sezoni i fiqve të freskët, nga vera deri në vjesht në varësi të varieteteve të tyre, mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ndaj përdorimi i tyre në mënyrë të rregullt mund të ngadalësojë gjithashtu komplikacionet dhe të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ndaj konsumojini fiqt si një mënyrë natyrale për të marrë përfitimet e tij dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet. Fiqt janë një ushqim shumë i mirë për organizmin, sidomos nëse konsumohen brenda rekomandimeve të duhura ditore. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.